Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Kosova vijon të dështoj në konstituimin e kuvendit. Për të 11 herë me radhë shumica në pushtet tregoi se nuk i ka votat për zgjedhjen e Albulena Haxhiut. Pro votuan 56 deputet, 1 kundër dhe nuk ishte abstenim. 56 deputet kanë dhënë votën për, 1 kundër, abstenim nuk ka, s'kemi pasur sërish quorum dhe seanca ndërpritet në 7 maj, shihemi përsëri në orën 10. PDK, LDK dhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, Nisma dhe Lista Serbe nuk propozuan antar për Komisionin për zgjedhjen e kryetarit kuvendit, siç raportoi kryesuesi i seancës konstituive Avni Dehari. Subjektet politike PDK, LDK, Lista Serbe dhe AK, Nisma nuk kanë propozuar antar për Komisionin zgjedhor. Lus subjektin politik PDK që të propozoj antarin një deputet për antar të Komisionit për zgjedhjen e kryetarit të Kuvendit të Republikës Kosovës. Seanca do të vazhdojë më 7 maj në orën 10, bëri të ditur kryesuesi i saj. Vetëvendosja zyrtarizon kërkesën për koalicion me LDK-n. Përmes një letre të bërë publike, kryeministri Albin Kurti është drejtuar kryetarit të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdigjiku. Në letër, Albin Kurti ftoi Lidhjen Demokratike të Kosovës në një marrëveshje politike për bashkëqeverisje me qëllim të tejkalimit të ngërçit institucional. Ftojmë edhe deputetët e opozitës që në vend se të kundërshtojnë pra Albulena Haxhiu, emrin e Albulena Haxhiut për kryetarin të kuvendit, të na bashkohen që spaku të sigurohemi që nën kryetari nuk vjen nga lista serbe. Ky pra është qëndrimi jonë. Për këtë arsye kemi insistuar që të ketë edhe paketë të marrëveshjes për emrin e kryetarit dhe nën kryetarëve që të dakordohemi për të gjithë nën kryetarit. Pra të sigurohemi që nuk zgjedhet dikush që nuk e pranon shtetin Republikën e Kosovës si të vetin dhe që duhet ta mbrojë. Vetë shefi i qeverisë refuzoi të komentojë përpara gazetarëve me mundësitë për koalicion me partitë opozitare. Ministri i Financave i Kosovës në emër të vetëvendosjes pranoi se është dërguar me një letër Lidhjes Demokratike të Kosovës që të diskutohet për një marrëveshje politike. Në një konferencë për shtyp, Ekuran Murati sqaron se bashkëpunimi është më i rëndësishëm se sa një pretendim për një fjalë të vetme. Në emër të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, kryetari i saj Ramush Haradinaj kërkoi nga kreu i vetëvendosjes Albin Kurti të propozojë një kryeparlamentar të pranueshëm për gjitha forcat politike në vend. Sipas tij, ky do të ishte një sinjal pozitiv, do të ishte një zgjidhje për dalë nga kriza. Sipas kreut të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, letra e Kurtit për bashkëpunim duhet të vinte më njëherë pas zgjedhjeve dhe jo të pritej për 90 ditë. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës pretendon se Albin Kurti nuk po dëshiron të dalë nga zyra e kryeministrit. Në një konferencë për shtyp, Memli Krasniqi ftoi vetëvendosjen të ndrojë kandidatin për kryetar të kuvendit për t'i hapur rrugë krijimit të kuvendit të Kosovës. Problemi i kësaj bllokade është fakti që Albin Kurti s'ka vota mbu kryeministër. Dhe me qenë se s'ka vota mbu kryeministër nuk po dëshiron me u mat. Ne e ftojmë me u mat. Si me u mat? Ndroje kandidatin, zgjedhet kryetari i kuvendit. Pastaj ti provon me u bë kryeministër. Dhe nëse s'mundesh, vjen radha te ne, unë ju siguroj që ne do ta bënim qeverinë. Frika për me hup pushtetin është kjo që po e mban vendin peng, po pushteti nuk mahet me çdo kusht. Rotacioni i pushtetit është ajo që jep shëndet demokracisë. Kosova ka qenë shembull i rotacionit të pushtetit në mënyrë të qetë. Edhe sot duhet me ndodhë një gjë e tillë. Prandaj kjo bllokadë, sepse zoti Kurti nuk po dëshiron me dalë për zyrës kryeministrit, cilën edhe ashtu është duke nejtë paligjshëm. Deklaroi Krasniqi pas dështimit të seancës së 11 për krimin e kuvendit të Kosovës. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.